kjo puna e Republikës Tretë që e përmendi profa që si shtatë të rritë. Ja, ta e kanë përmendur. Po, mënyrën me zbërthy. Po, mënyrën me zbërthy. Nuk është që e kanë elaboru, do thotë. Jo. Si duhet dhe çfarë cila do të jetë tyra e saj. Është vërtet. Tyra. Ne kemi deklarimet publike, po jo referohemi atyre tash për më shumë të ndërtuar një farë gjykimi. I kemi deklarimet në ndarjen e historisë tre politike të Kosovës prej Albin Kurtit me Republikën e parë, me cilën është Republika e Rogovës, që e ka definuar si Republikë për rezistencë, Republikë të rezistencës, është tekstualisht mund ta citoj. Republika e dytë kur u shpall pavarësia e Kosovës, do thotë me Republikë e shitjes. Do të përfshi projektin e neoliberalizmit, të shitjes së ndërmarrjeve publike, gjitha këto, do thotë si shpallje formale, por që në esencë ka pasur për motiv do thotë ta shes Kosovën pasuritë e saj ekonomike e tjera, që ka qenë betejë politike më shumë, dhe që Republikën e Tretë nuk e ka qartësuar se çfarë do të jetë, cili është misioni i saj, cili është qëllimi i saj, një republikë në shërbim të kombit, e kështu në frazat përgjithshme që ka në frazat përgjithshme. Amelia Kasolli është pyetur taksativisht edhe Kurti për të pse ka heshtur idenë e Republikës së Tretë. Ku e la Republikën e Tretë dhe ai ka thënë që me Republikën e Tretë nuk ka nënkuptuar asnjëherë shembjen e këtij randi konceptues, por me Republikën e Tretë ka pasur në mendje që t'i jepet kuptim shumë më i fortë Republikës së Kosovës. Po unë po e marr vetëm një shembull, me Republika e dytë ka qenë republikë për shitje për shkak të privatizimit tegër që ka ndodhur. Ne tash jemi në vitin e 6 në pushtet dhe njëra prej agjencioneve kryesore i cili ka qenë përgjegjës për privatizimin në Kosovë, do të nuk është mbyllur, dhe është shumë funksionale dhe ende po vazhdon të thotë procesin e privatizimit të asaj që ka mbyllur. Nuk e ka bë premje në njërin prej premisave kryesore që ky e ka satanizuar, që ka ndikuar në dekompozimin e Republikës së Kosovës, Republikës së dytë që ai quhen. Në këtë drejtim, kështu që kjo është konfuzioni që e karakterizon. Tash sa i përket çështjes së presidentit, nuk besoj që është pengesë kushtetuta ahtisariane për temën e presidentit. Ne kemi një gjykim gjykatës kushtetuese për këtë në vitin 2011, i cili konstaton që me presidenti është përfaqësuesi unitetit të popullit të Kosovës. Është pjesa formale. Pjesa formale, ta përfundoj, pjesa formale, kemi një gjykim i cili kërkon që të paktën në 2 fazat e para. A është në rregull apo nuk është në rregull ky gjykim? Tash unë nuk po jap gjykim prerë juridik, mirë po veç po i referohuna kësaj norme e cila është ende në fuqi, e cila del nga një instancë e cila ka për detyrë ta interpretojë në mënyrë profesionale kushtetutën e Kosovës, siç është gjykata kushtetuese. Ne tash duhet pajtohemi me këto rregulla, se edhe në botë ndodh, edhe në vende të ndryshme të botës ka ndodhur që edhe aktgjykime të korrigjohen ndërkohë. Shihet që më herët për shembull një aktgjykim nuk ka qenë në rregull, rrethonat kanë ndikuar, a vlen ndryshohet kjo? Po vlen, po kjo mund ndryshohet vetëm nga gjykata kushtetuese. Nuk ka instancë tjetër e cila mund, nëse dëshirojmë funksionojmë, domethënë që aksioni politik të jetë i orientuar brenda normave kushtetuese, sa aksioni politik të jetë pak këto kufizime normative ai degeneron pastaj në arbitrarizëm.